Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 31 mars 2026, ora 7 fiks, nisim emisionin Ora Juaj dhe për sot jemi në transmetim të drejtë për drejtë, si gjithmonë këtu në Ora News prej orës 7 deri në orën 9 nga hëna në të premte. Dhe në takimin e sotëm në 2 orë të parë të mëngjesit do të qëndrojmë duke u përcjellë fillimisht në të parën pjesë një panoramë përgjithshme të informacioneve të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, dhe do të themi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi, në oranews.tv, dokumentet kush janë zyrtarët që korruptoi Renido Petrita, i Rafin Company 60 milion euro tendera me pazar në tavolinë. Iriu shpëton lelekun në Smur dhe rikthen në lagunën e Nartës. Lubonja, Proda nuk u hoq për vilën 31, skandaloz inkriminimi i policisë. Dokumenti bërtiti nga Lirio Flori, po të presim në bashki, velje i fal biznesmenit 600 milion lek. Shtatë muaj pa përgjigje për pensionin e migrantin endet mes Italisë dhe ISH-s. Jetbank, banka e re me bordin e vjetër, si kaloi procesin fit and proper, njëhetuar për mashtrim Forex. Zigzag dhe parakalimi rrezikshëm, shoferja kthehet në burim aksidenti. €1.7 milion për sheshin Skënderbej, tenderi i Piros si Njarit, që ngre dyshime për pagesat të sajuara. Rrezikon të jetën e nxënësve i KMT, shem një objekt pa leje në Shkodër. Protestuesit e Rjollit përpara kuvendit, banorët në tubim, projektet pasi transparencë nuk ka drejtësi. I arrestuar i humbi jetën në bllokun e sigurisë në Tiranë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, nuk u zbatua rekomandimi i mjekëve pas shqetësimeve shëndetësore. Emri dhe foto porositi pistolet nga Shtetet e Bashkuara, e maskuar si lodër për qenë, arrestohet 19 vjeçari shqiptar në Britani. Tragedia e Potamit hidhet shorti në gjykatën e lartë, çështja i kalon Sander Simonit. Shtohen hajdutët e çokoladave, i riu vjedh disa pako dhe i fut në pantallon. Dy muaj në këmbë, drejt Francës, emigrantët afrikanë strehohen në një shpellë në malin e Taraboshit. Ministri kërkon lirimin nga burgu, ja kur do të mbahet seanca në GKK për Ilir Beqaj. Aksident në Fier Patos, burri lëvizte me bicikletë për plaset nga makina. Kolonjë hyrin në Teqe për të ndezur qiri, por i ndodh e papritura. Ndorëjet në spitali i dënuari me burgim të përjetshëm u dërgua me urgjencë pas problemeve kardiake. Siguria teknike në kantiere i KMT gjobit 22 subjekte në Tiranë. Emri dhe foto. Merr fund dilema ja kush u zgjodh në krye të policisë së shtetit pas ikjes së Ilir Prodës.
Pamje flet për herë të parë babai Jervis Martinajt, Mustafa Martinaj, djalin ma kanë ekzekutuar në Durrës, por vetëm Spaku nuk e di. General Brigadet Monvoci dekretohet komandanti i forcës ajrore. Dita botërore e mjekëve, Rama kontributi tyre thelbësor për një shëndetësi që përmbush standardet europiane. Ambasadori britanik takim me drejtorin e përgjithshëm të doganave, Shqipëria partneri i rëndësishëm në luftën kundër kontrabandës dhe trafiqeve të paligjshme. Rama nxjerr pamjet, projekti Lungomare 3 po shkon drejt përfundimit. Durrës, i dënuar më parë për vrasje, ka vetë i armatosur në makinë, arrestohet 28 vjeçari. Fluturim pezull mes konflikteve të aksionerëve do të filloj punë aeroporti i Vlorës. Lëkundja në Shqipëri, epiqendra dhe magnituda e tërmetit. Vlorë, 3 persona sulmojnë pronarin e një lokali, përfundon në spital. Emri dhe video, sulmoj me armë klientët dhe pronarin e lokalit, tenton radisjen dhe përplaset me makinat e tjera, përfundon keq aventura 28 vjeçarit me 2 identitete. Pamjet përfshihet nga flakët banesa Norikum, dyshimet e para. Pranvera me të borë shton vizitorët, fundjava e fundit e marsit shton fluksin në parkun e Qafshtanës. Vlorë, 32 vjeçari u plagos pas sherrit shpallën në kërkim, 3 persona. Si pularia e drejtorit burgut u kthyen në magazin Hashashi, zbardhë dëshmia Bilal Hasës. Po luani me jetë, Lamallari paralajmëron shoferët nuk ka tolerancë ndaj përdorimit të celularit në timon. Lezhë kremtohet e diela e Larit, nis javë e madhe krishterët mlidhen për meshën në Shën Nikolli. Ndarim të zhvillimet nga politika. Vokshi, partitë janë të personalizuara, sistemi i meritës nuk funksionon. Lider të përjetshëm dhe parti pa debat. Çepani, demokracia e brendshme mbetet sfidë madhore për politikën shqiptare. Liderët 30 vjeçar sfidojnë demokracinë Ramaj. Votë besimi nuk të shpëton nga përgjegjësia. Politikanët për të mbijetuar duhet të jenë pjesë e strukturave të mëdha. Mbala, aventurat individuale kanë një fund të paracaktuar. Me 2 kavanos në kuvend, Koçeku denoncon ndotjen e Drinit, marrëveshje ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, lumi zbon politik. Binomi Kumbaro ADF, Zhupa, një ligj me porosi për të monopolizuar arsimin nga një subjekt privat. Partia Socialiste në lëvizje për zgjedhjet vendore. Balluku thret drejtuesit në Fier për betejën elektorale.
Koreshi thumbon problematikat në Lushnjë. A jepni 2 fije elektrik në një parmend, po ham buk në errësirë. Raporti i Bari refuzuar, Mali i Zi, avancon Xhixho, Shqipëria ende pa një kapitull. Integrimi po bllokohet për interesa politike. Ramo goditeni me domate dhe vezë, Berisha ftoi pensionistët të ngrihen kundër këtij mashtruesi. Berisha, Rama përdori mandatet e krimit për të mbrojtur veten. Kuvendi vjen Ranaft. Blushi, bordi i transparencës, zhvatës që rëndon xhepat e shqiptarëve. Lamallari, Balliut për drejtorin e ri të policisë, oficer karriere, ty që kur të thanë bukurosh, more kot. Demokrati, një mbajtës karriesh, jo ministër. Kolumbianët e karteleve në krah të Lalierit. Kapital fillestar, minimumi 10 milion euro, Kolliçi dyshimen për bankën online a kanë lidhje themeluesit me Forex. Zgjedhja e drejtorit të policisë Lamallari, opozitës, kushdo të zgjidhej duhej të merrte parasysh baltën që do hidhni ju. Balliu, qeveria armike e qytetarëve besnike mafjes dhe krimit të organizuar, diskriminimi i arsimit universitar, Boçi, Shqipëria jashtë hartës botërore, ne kalojnë dhe Sudani, Ethiopia. Rëmbraçi pyetet për kandidimin për Tiranën, kur të kem të reja do ua them gjërat që thuan në shtëpi mbeten aty. Shqipëria ka çmimin neto më të lartë të naftës në rajon. Braçe, karteli furnizuesve mund të ndërpresë importin. Problematikat e tyre në vesh të Shurdër, Bozdo, fasoneria me 165.000 punonjës drejt zhdukjes. Negociatat me Bashkimin Evropian kanë ngecur. Bardhi, qeveria ka zgjedhur të mbrojë korrupsionin. Përplasjen Selim Blu, 2 drejtuesit të degëve debatojnë me Nokën, ndërhyn Berisha për të ulur tonet. Nga zgjedhja e drejtorit të policisë së shtetit e deri te mbështetja e bujqësisë, zbardhen vendimet e Këshillit të Ministrave. Balliu prezanton projekt ligjin parat e konfiskuara nga krimi t'i kthehen shoqërisë Partia Socialiste, voton kundër. Saliani, jasi do të veprojnë nëse më përjashtohen nga Partia Demokratike. Dosja Velie, Shtazënia jep lirin që kërkon ndryshon masën e sigurisë për ajo Laxocë. Berisha, Rama mbylli dyert e Europës, ftoi shqiptarët në 17 prill të flasin për veten dhe të ardhmen e tyre në Europë. Negociatët më bëhen Rama, procesi po transformon shtetin shqiptar nga themelet
Rruga drejt BE-s, kur negociatorja Dhuka, Shqipëria duhet kalojë në fazën e mbylljes së kapitullit. Sanza në GKK, Jola Zoza kërkon lehtësim mas. Negociatat për antarësimin në BE, Rama Shqipëria ecën me hapa konkret për përmbushur reformat që na përafrojnë me standardet evropiane. Koncepti gender fluid të mos përfshihet në tekstet shkollore, shehu prezanton nismën duhet ligj për të mbrojtur fëmijët nga adoleshentët. Lodiana Spahiu takon mësuesit e gjuhës shqipe në Londër, le të ruajmë identitetin tonë kudo që jemi. Pasi shpreh ambicien për të kandiduar për kryetar Bashkia e Tiranës, zbulohet lëvizja e Braçës. Parku teknologjik në Bosdo, Partia Socialiste po miraton ligjin që minon konkurrencën dhe që favorizon kompanitë në kundërshtim me BE-n. Valliu ministri i brendshëm të jap llogarin kuvend për inkriminimin e strukturës. Radio Europa Lirë, çështja për të cilën BE-ja nuk bën kompromis me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë. Ka thimerinit lufta mes Tiranës dhe Teheranit, kush janë të panjohurat e saj. Ndalim të zhvillimet nga rajoni. Milanović anulon samitin e Ballkanit për shkak të Vučićit. E rënë në Greqi 27 vjeçari shqiptar qëllon në sy një shtetas grek, sekuestrohen 9 thika. Mashtrim për Duranën, Dugolli shpërthen kishte të burgosur, të armatosur, armatona ishin lapsa dhe lugë. Gjykata kushtetuese e Kosovës refuzon kërkesat e opozitës, procedura për zgjedhjen e presidentit vazhdon pa pengesa. Tronditse në Selanik u denoncua si është dukur nga shoqja e ngushtë, gjendet e pajet 59 vjeçarja në banesja detajet. Antarësimi i Kosovës në NATO, Dashevsi zbulon se kur mund të ndodhë dhe çfarë e pengon. Presidenti Osmani kërkoi sqarim për emërimin e antarëve të KQZ-s, kushtetuesja kërkesë e papranueshme si plotson kriteret. Partia Vučić fiton 10 nga 10 komunat, borë në duart e përparimtarëve serb. Deformoi të dhënat për krime serbe në Kosovë. Prokuroria speciale bastis shtëpinë e Shkëlzen Gashit. Putin përgjysmon çmimin e gazit për Serbinë. Vučić furnizim i lirë se Europa për 3 muaj. Shembja rrugës Prishtinë, çfarë dihet, çfarë vetet e paqartë. Serbia rri marrëveshje të re për furnizimin me gaz nga Rusia. Erën në Greqi e plagosi me armë në sy, arrestohet 27 vjeçari shqiptar. Ulen çmimet e derivateve të naftës të Maqedoninë e Veriut. Shpëtim Dobra, emërohet kryesuesi i bordit mbikëqyrës të Trepçës. Vučić telefonat me Moskën për situatën në Ballkan. Diskuton me Putinin për Kosovën dhe Republikën Srpske. Në vijim lajmin nga bota. 5 që janë vendimi për ditën në fund luftës duhet garantojë sigurim në interesat e njerëzve. Iran vendos tarifa për anijet që kalojnë ngushtisin e Hormuzit, SBA dhe Izraelit të ndaluara. Video tragedia në Pekin, buldozer për plas turmën, 13 viktima dhe 10 plagosur. NATO ka për raketën e 4 nga Irani drejt Turqisë. Raketat ndryshojnë drejtim në ajër. Irani përdor teknologjinë MARV kundër Izraelit.
Mafia shqiptare pushton Amerikën Latine, medjet. Rrjeti shqiptar përdori portin më të madh në Peru për të dërguar kokainë në Europë. Izraeli miraton ligjin e dënimit me vdekje për palestinezët e dënuar për sulme fatale. Izraeli zgjeron pushtimin në Libanin jugor, banorët evakuohen nga 6 fshatra. Administrata Trump, Spanja dhe të tjerët nuk janë të nevojshëm për misionin ndaj Iranit. Raketa iraniane kapet nga sistemi mbrojtës i NATO-s mbi mesdheun lindor. Turqia dhe pengesa Kosovë, Montela ka ardhur me merit deri këtu, na pret një finale e madhe. Sistemi mbrojtës i NATO-s ka për raketën e 4 nga Irani drejt Turqisë. Ristrukturim apo Meloni bis. Qeveria italiane në krizë pas dorëheqjeve të Sanche dhe Del Mastro. FMI importuesit e energjisë dhe vendet e varfra goditen më shumë nga konflikti Iran-SHBA. Idhet në erdubacione i gazit në jug të Pakistanit. Garda revolucionare e Iranit, komandanti i Quds Kani, Izraelit mësohuni me rendin e ri rajonal. Caroline Levitt, Irani i hedhur për negociata dhe pse i kanë minimizuar bisedimet. Spanja miraton ligjin puthja pa pëlqimin e njërit partner konsiderohet si sulm seksual. SHBA dërgon trupa elit në lindjen e mesme, trupa ushtohet edhe parashutist për operacione në Iran. Alarmi nga UNICEF, 20% e Libanit në arati brenda 3 javësh nga lufta, mira fëmijë në rrugë çdo ditë. Vodhën 300.000 euro përmes grabitjeve. Kërkohet 5 vite burg për bandën shqiptare në Spanjë. Rubio paralajmëron ngushtica e Hormuzit, në deri hapet Irani nuk mund ta ndalojë. OKB konfirmon vdekjen e 2 ushtarëve në jug të Libanit, një plagosur rënd. Analiza e Deutsche Welle, kush po fiton në politikën tarifore të Trump. Për shkallëzimin e naftës në Iran, Rrezik i shtuar merr ndihma e Gjermanisë në ngushticën e Hormuzit vetëm pas përfundimit të konfliktit. Të shtona brenda shkollës në Argjentinë. Humbjetën nxënësit 13 vjeçar përfundon në pranga i mituri i armatosur. Trump identifikon zyrtarin iranian me të cilin po negociojnë, nuk e dim akoma nëse është i besueshëm. 3 muaj pas arrestimit të Nicolas Maduros, SHBA-ri hap ambasadën në Caracas. Emri isha në efektin e kokainës, dënohet në burg skifteri shqiptar që terrorizoi Francën. SHBA në bisedimet të ndjeshme me Mohamed Bagher Ghalibaf, Trump paralajmëron marrëveshje me krye parlamentarin. Dhe në fund lajmin nga sporti. E fundit, presidenti i Federatës Futbollit të Argjentinës akuzohet për evazion fiskal. Një ushtar italian në stërvitjen e Bosnjës plasin polemikat për spionim. Shako Hoxha tallet me 7 mandatet e dukës, punon pa rrogë si Nën Tereza. Ancelotti, Kupa e Botës fitohet nga skuadra që pëson më pak gola, por më quani trajner mbrojtës. Leo Messi do të jetë titullar ndaj Zambias. Ndeshja me Norvegjin, kombëtarja U19 mbyll përgatitjet. UEFA fikson çmimet e biletave për Euro 2028. Ukrainë Shqipëri, trajneri Silvinho dhe kapiteni Gjimshiti jemi të trishtuar
por nesër është një mundësi e mirë për çdo lojtar. Silvio duket sikur gjithçka ka shkuar keq me Poloninë. Ndeshje e rëndësishme me Ukrainë. Foda beson te shanset e Kosovës ndaj Turqisë, Muriqi kërkon kualifikimin në botëror. Hernandez kërkon të bëhet madrilen me fushori Argjentinas, lë të hapur mundësinë e një transferimi në verë. Shnoi Polonisë Arbër Hoxha në bisedime me klubin polak, kartoni shkon 5 milion euro. Vedat Muriqi nuk duhet marrë topin në asnjë mënyrë. Trajneri turk ju friksuam Slovakisë, por Kosova më e fortë. Sfida me Turqinë publikohet agjenda e Kosovës. Bosnjakët japin me qira ballkonet për finalen e play-offit ndaj Italisë. Frik nga Kosova, Vincenzo krijon një plan të veçantë për Arda Güler, jep rol të ri kundër dardanëve. Këto ishin live-et të zhvillimet kryesore të orëve të fundit. I gjeni më të detajuara në oranews.tv, shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish, flasim drejt për drejt me ju, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:32 minuta, jemi në transmetim të drejt për drejt në Ora News, programin e përditshëm Ora Juaj, dhe për sot në të fundit takim për këtë muaj, në fakt për marsin. E marrë data 31 mars 2026 në hapësirën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë për sot. Lodi nga Berati flas. Urdhëroni. Jam interesuar edhe para një jave për njohjen e periudhës vjetërsisë në punë për lejën e lindjes për gruan Qani Lavdari nga Berati. Jetë kam dërguar e dokumentat me Instagram. Ku me çfarë emri? Për çfarë problemi ka zonja, të lutem? Problemi është për të fituar lejën e lindjes si periudhë vjetërsie në punë. Në cilat vite? Është viti 85. Nuk llogaritet në ato vite, nderuar. Po e ka marrë si përgjigje. Ndoremi që më more sepse më ka humbur mesazhin në rrjetet sociale dhe ajo periudhë nuk i takon. Jo vetëm zonjës, por edhe të tjerëve. Po le lindje mund të që ligjes që le të lindjes njëndje periudhë. Jo për çdo vit. Si jo për çdo vit? Po jo, pra në këtë periudhë që po më thua, për të gjitha është njësoj kështu siç po ju them. Po le lindje ka ekzistuar atëherë. Pse nuk të është njohur atëherë? E di pse nuk më është njohur, unë ta kam shpjeguar tek dokumenti i kanë dërguar ata. Ka filluar punë me ka të shkruajtur me librez, me boj, me vull, me gjitha datën. Po pra, sepse kam pas probleme të njëjtën gjë, po them. Në ato vite jo, sepse ka, domethënë, është thuajse i njëjtë problemi kudo për këto vite. Po kupton? Dhe këto korrigjimet me laps apo me në marrë shtetërore, nuk është kooperativë bujqësore. Okej. Po mirë. Në rregull. Mirë, ka të përgjigje që njët. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Lodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shiko, problemi me të lente të spitalit francez. Kej marrë apera. Nuk ka akoma për momentin i dashur. Po mirë, nuk japin një sqarim ata. Presim, ky është sqarimi vetëm, që thonë presim të na vi furnizimin, nëse mund ta quajmë të tillë, ose që do vi, mos presim koncept. Aktualisht nuk ka, i nderuar. Jo më larg se sa ditën e premte, ta enden apo të premte, nuk e mbaj më fiks, nuk ka ende. U interesohet e nuk ka shu, Patjetër, sepse janë disa raste dhe nga javët e kaluara që na kanë shprehur këtë shqetësim. Faleminderit, s'kemi çfarë bëjmë në ka vend, s'kemi çfarë bëjmë. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm, sapo kemi nisur komunikimin e drejt për drejt me ju, që zgjat deri në orën 8:50 minuta, që përkon dhe me përfundimin e emisionit për ditën e sotme. Mirëmëngjes, telefonata. Urdhoni. Kam një pyetje për ju, lutem. Po? Do të jeni më pyet. Po, patjetër. Kam probleme me keshin. Edhe nuk e kam zgjidhur ka kaq kohë. Çfarë problemi? Kam kalojnë disa shtylla të Alt Telekomit që toka e kemi për uti. Edhe nuk e zgjidh dot, ju lutem. Vetëm e kap. Po juve i keni me qira ato? Jo, me i kam fëmijat personale. Po, çfarë s'po zgjidheni? Kam bërë të kesë aty, shkoke kesi, shkoke
me fjalë të këtë telekomi nuk zgjidhim asnjë lloj problemi. Po për çfarë pra se s'po ma shpjegon? Po prona ime kalojnë shtyllat elektrike. Aha. Edhe u bë kaq vite, faktikisht nuk kam jetuar në Tiranë, me fjalë ka emigracion. Shtyllat, domethënë, herë këtu, herë vit, herë 2 vjet, edhe shtyllat janë vendosur, dot. shtyllat janë vendosur pasi ti e kishe marrë këtë pronë apo? Po. Po nuk u njoftuat kur vendosën? Ja, absolutisht. Ashtu, ha? Ku në cilën zonë? Në zonë e Qapsanës. Çfarë përgjigje ju kanë dhënë? Absolutisht, kam dhënë i nen aty me këtë neni kaq. Po atë vetëm zbarritje. E ke atë përgjigje që ka dhënë sheja apo jo? Po. Mund të banisësh që ta shoh? Sot jo, po nesër, po. S'ka problem, kur ta keni. Me qa mund të shkruaj, lutem? Po ja të kjo adresa poshtë aty në ekran që e ke të shkruar. Okej, faleminderit. Asgjë fare, lutem. Faleminderit juve. Ditë mbar, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Lodi, Urdhëro? mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Etleva Mulla, jam nga Marikaj. Urdhë? Etleva Mulla, jam nga Marikaj. Po? Jam e shqetësuar për dëmshpërblimin e tërmetit DS4. Çfarë po bëhet? Duhet të dim të lutem, Bashkëvorës na kap. E di nderuar. Po në asnjë nga ato bashkitë që ka probleme nuk është se na kanë dhënë, e kam përsëritur dhe ndonjëherë më vjen kështu që e them kaq Keni shpesh. marrë asnjë lloj informacioni, ja? I vetmi informacion është se vetëm Po? që do të jepen, do të bëhen, do të ndahen, do të e kupton, pra çdo gjë me do të. Po. Kam edhe një shqetësim tjetër. Kemi bërë disa herë kërkesa për rrugë kanalizime këtu tek shtëpia dhe asnjë gjë nuk bëhet. Po pra. Shpresojmë të bëhet edhe rrugë Shiko, kanalizime edhe juve DS4 aktualisht ku jetoni? në Marikaj të Vorës. Pranë këtu pranë Fondacionit Kristal. Ngjitur pranë me Fondacionin Kristal që e kanë bërë dhe kopësht ata të Bashkisë Vorës. As rrugë, as kanalizime dhe një kohë që i kemi kërkuar, as atës me e kanë prur. Përkundrazi, kanë dhënë një kazan plerash te dritarja këta që nuk është e lejushme, ku banohet edhe për kopshtin, edhe për ne, se hapim do dritare na koshi i tyre që kanë dhënë një kazan, jo kosh, mund të rritë te rruga kryesore, do me thënë të respektojmë njëri tjetrin dhe familjet dhe komunitetin dhe gjithçka, nuk është e lejushme. Qartë shumë e drejtë. Probleme kemi këtu, po Shumë e drejtë. shpresojmë të rregullohen, sepse çdo qytetar do të drejtën e vet. Patjetër, meriton të jetojë më së miri. E kemi zgjedhur që ata të na bëjnë punën neve. E kanë për detyrë që çdo qytetari t'i shtrojnë rrugën, t'i bëjnë kanalizimet, është detyra e bashkiakut të bëhet. Ësakt. Po jemi të shqetësuar dhe për tërmetin, gazetari nderuar. E di. S'ke faj. Të falenderoj Faleminderit gjithë të ju, mirat dashur, faleminderit dhe edhe ty për shpresoj telefonat. të bëhen më e mira, presim përgjigje. Patjetër që po, në momentin e parë që do ketë diçka do t'ja u përcjellë me shumë kënaqësi. Ju uroj gjithë të mirat. Edhe juve, faleminderit. Presim telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam qytetar në Gjirokastra. Urdhë? Nga? Jam një qytetar në Gjirokastra. Po, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kam gati një vit kam për legalizimin. Të dëgjoj goxha keq, edhe një herë? Jam një qytetar nga Gjirokastra. Po Gati një vit kam aplikuar. Ke aplikuar për? Për shtëpinë Po lëviz pak nga ty ku je, të lutem, se ndërpriten valët shumë keq. Vajta një vit aplikuar. Nuk të dëgjoj, ë? Ose do kesh telefonin e prishur ose do kesh pak val aty. Lëviz pak nga ty ku je dhe dil në një ambient tjetër. Po, dëlliviz jam në balkon të shtëpisë. Okej, më thuaj. Më dëgjon? Po ja ta shohim, më thuaj. Më dëgjon? Fol që do të them. Jam qytetar nga Gjirokastra, kam një vit kam aplikuar për legalizimet për shtëpi. Për legalizimet për shtëpi. Po,
Po për legalizim do të kesh aplikuar më herët, jo para një viti. Po jo pre. Ke dokument aplikimi, nis dokumentin aplikimi dhe të pyes. Urdo? Nuk të dëgjoj fare një nderuar. Më nis dokumentin aplikimi dhe komunikojmë. Përshëndes shumë, faleminderit. Shkojmë tjetër telefonat, nëse kemi në linjë në këto çaste të pjesës parë komunikimit me ju dhe të dytën e programit. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje tash. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Jam një qytet. Ule. Alo. Jam një qytetar nga Patosi, fshati Zharës. Në kile ule të zezë, muna për aborë, asnjëherë nuk na kanë dhënë drejtën. Kë? I kina ule të zezë në për aborë, grovat e uleve të zeza. Ku në cilën zonë? Vinë të tërë me përbotime, gjë nuk nga japin në sorë. Premtime. Antoneta Ndima thot me të marrë votën, tjetër të marrë votën, tjetër votën, asë një premtim nuk nga kanë dhënë. Për ulet të zezë kine në për aborë, mitë tona helmosën. Nga nofta, nga ulet të zezë, nga gjitha. Nga gazi, vetëm fusin lek në përgjivat e veta. E kuptova, po ku në cilën zonë bëhet fjalë? Shqishe. Keni Ja, hajde kontrolloni ulet e zezë. Ato kuadër kanë bërë të komunave, i kanë mona tjetër i pastrojnë në 100.000 lek me pastroni grëpë ulet e zezë. Po mi nuk vendos njëri dorë aty, do më thënë, çfarë ju... Jo. Qysh në kohën Çfarë ju thonë në moment... E kuptova. Çfarë ju thonë në momenti kur keni kërkuar këtë të drejtë ose keni kërkuar vënie dorë aty? Unë kërkuj për herë parë, asnjë nuk qënë se kanë frikë ato kuadrët e Patosit. Që janë hajdutë ato të Patosit. Kuptova. Në Sheqishte, ha? Sheqishte e komuna Zharës. Mi, kjo situatë është e përhershme, po themi kështu, apo? Qysh në kohën e partisë punës. E deri në sot nuk ka bukur dorë këtu kërgropat e uleve të zeza. Në asnjë s'ka bërë investim. Kanë bërë rrugën, në prishën muret, nuk na dhan lek. Po pra. Okej, për cilin, falenderoj shumë e dashur. Mirupafshim. Faleminderit për telefonatën. Para se të shkojmë tjetër, të ndalemi flasim pak për pensionet private, sepse shumë na pyesin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, pra privatisht pas emisionit apo edhe gjatë për të kuptuar pak a shumë se si funksionon. Shikoj, informacion shumë të plot, të detajuar, të gjithë kësaj sa ne themi çdo ditë, e gjeni duke telefonuar në numrin e mëposhtëm. Pra, ju pret dikush aty që ja u shpjegon me të gjitha detajet dhe mënyrën se si funksionon, por ajo që vlen përgjithësi është që secili prej nesh duhet ta bëjë diçka të tillë. Pse? Sepse nga momenti i parë je i fituar. Pra ti hap një llogari për pension privat në Sigal Invest, procedura e secilës është falas dhe pas një lloj pagese, për pak minuta ti e hap atë në emrin tënd, ke dhe aplikacionin aty dhe çdo muaj në një ditë apo në një moment të caktuar të çdo muaji ti thua që unë depozitoj 50 euro në muaj, 100, 200, 500, pra nuk ka rëndësi vlera, rëndësi ka që ti atë kursim mujor që ke, dhe besoj që të gjithëve na del sadopak, gjithëve na del, them, sepse edhe me 10 euro ti mund bësh pjesë e fondit Sigal. Duket e çuditshme, por po, mund të bësh pjesë edhe me vetëm 10 euro, edhe me, nuk e di, me 50 euro dhe me 100. Pra sa të duash ti, kjo është ideja, që nuk ke një kufizim të përcaktuar, qoftë edhe ligjor apo qoftë edhe kontraktual, në mënyrë që të penalizon dhe të vendos një çmim tavan, po themi të asaj se sa duhet të kontribuosh për të përfituar pension. Dhe nga momenti i kontributit parë që ti depoziton aty, del i fituar sepse ajo shtohet me një përqindje të caktuar për rreth 4.6% vlerë kthimi vjetore dhe pastaj llogarit ju i boni vet. Vetëm me 2 euro në ditë mund të bësh diferencën. Kjo vlen më shumë ose idealisht për fëmijën tënd të vogël,
nëse për 18 vitet e ardhshme deri në moshën kur ai të jetë student, ti kursen 2 euro në ditë për të, 2 euro që ne ti konsiderojmë jo të papërfillshme në kuptimin e keq të fjalës, por duke i shpenzuar për gjëra dhe elementë cilët nuk është se na ndryshojnë përditshmërinë apo jetën tonë. Kështu që të njëjtën gjë bëni edhe ju, niseni me vetëm 2 euro në ditë dhe pas 18 vitesh ke 20.000 euro në llogari. Nëse do i mbledhësh gjitha 2 euro në një kuti, për 18 vite nuk do të dalin aq, por fal mënyrës se si funksionon pensioni privat në fondin Sigal bëhet e mundur kjo. Kështu që për shumë akoma dhe më të larta sigurisht që përfitimi është më i lartë. Kjo dihet tashmë dhe ti ke një pension dinjitoz, ti ke një llogari plot me lek, ti ke pagesën që meriton në një të ardhme të afërt apo të largët. Kjo është panorama e plotë e asaj se çfarë ofron pensioni privat. Të shmang nga çdo taks apo tatim tjetër, nëse je pjesë, kompanitë dhe bizneset po ashtu kanë përfitimet e tyre në sistemin e taksave dhe të tatimeve, kështu që pse të mos bëhet kjo? Pse? Ajo që na tepron në fund muajit thjesht e kemi prapë aty, të kursyer në emrin tonë në llogarinë bankare për pension privat. Telefononi në numrin e poshtë, mos e ngatroni me ne, ky numër është vetëm për Sigal 069 40 61 438 ose na kontaktoni edhe ne për më shumë detaje. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një person. Duhet ulë zërin e televizorit, zotëri, të lutem. Do të bëjmë pyetje. Po, më përpara ulë zërin e televizorit, të lutem. E kam ulë. E ulë në zero. Po, në zero. Zero. Alo, bëjmë pyetje? Po, patjetër që mund ta bësh. Ashtu. Unë kam mbush moshën e pensionit në tetor, 17 tetor. Edhe vazhdoj punën. Jam në punë shtet. Po. Tani, kur mund të aplikojmë për dalë pension? Kur të duash ti? Në masa dhe vitin, si e kjo? Po, po s'ka lidhje, dëgjoj pak i nderuar. Domethënë, ti je në situatën kur nuk e ke marrë pensionin, pra nuk e aplikuar. Po, s'kam aplikuar. Dhe vazhdon punë. Pozitivja në këtë rast është që periudha që ti po punon pas moshës pensionit të njihet për vjetërsi kur të aplikosh. Më kupton? Të njihet për vjetërsi. Po patjetër, në çdo rast aktualisht ty pensioni do të llogaritet nga momenti kur do aplikosh. Nuk njihet nga data që. Po jo se ti ke punuar. Ka punuar, Ke punuar dhe do të llogaritet edhe kjo pjesa shtesë vjetërsie në punë. Më kupton? Po. Ndërsa ato muajt nuk i marrën që ikën. Po jo, po prapa ty i ke, se do jetë ajo shtesa e pensionit, kështu që kështu funksionon skema. Po, rroft. Aplikimin e bën kur ta shohësh ti të arsyeshme pastaj. Dakor? Dakor. Faleminderit juve për telefonatë, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Uleni zërin televizori, zonjë, lutem. Mëngjes. Zotrim, fal. Po, urdhë. O, Klodi. Po. Ne folëm dhe bie pak, po nuk e di pse u shkputi me linja. Po jam interesuar për këtë zonjën time, ka dalë në pension dhe ne kemi pas informacion, nuk kemi pasur informacion për të përndjekurve të politikë që i takon pensioni, edhe nuk e gjejmë të instituti i sigurime, atë të institutit përndjekurve të politikë. Për çfarë? Për atë 50.000 lekë në shtesë? Po. Shiko, ajo nuk gjendet atje. Ata të cilët e kanë përfituar e kanë pasur pjesë të dokumenteve që në kohën kur ka ndodhur ajo situatë, është një dokument i vogël, thuajse sa një telefon, ë. Nëse nuk e ke, nuk e ku e gjen. Kupton? Problemi kryesor është jo para një viti ka dalë vllai në pension dhe ai është Po, sepse ai ka pasur atë dokument. Pra nuk e ka gjetur, po e ka pasur. Ai është për i vogël nga zonja ime. Edhe? S'ka të bëj. Merr pensionin suplementar që nga si përndjekur politikë. Po nuk ka të bëj, po duhet kesh këto tre motra nuk figurojnë fare te instituti i përndjekurve, të lutem. Po ai është pjesë tjetër pastaj, nuk e di kush i ka hequr nga lista, por nëse nuk e kanë,
Kjo është gjë tjetër që duhet ndjekur pastaj. Dhe më e forta që jema e zonjës time është e institutit për ndjekur politike, japi që ka nga telefononi ju, ku e ka gjendjen? Në këto e kanë në Elbasan, me dhënë banime dhe qyshtet, por neve ndodhemi këti nga zonë Divjakës, zonja ime. Kush ju kap juve si drejtori e sigurimeve? Durrësi apo jo? Fieri. Në zonë e Divjakës ta kap Fieri, me qarku Fieri. Qatë Po si argumenton drejtoria e sigurimeve? Kemi vajtur atje dhe na kërkojnë vetëm nga instituti i përndjekurve politik me këtë që sa po diskutum. Kemi vajtur të DPA-ja me gjitha gjërat që kemi bërë, na kanë rezultuar, vetëm këto na kanë rezultuar që këto 4 vëllezër ekzistojnë, në atjera jema, jati dhe 3 gocat nuk ekzistojnë. Po ka një arsye se pse ka ndodhur kjo, apo kush e di? Kush na jep përgjigje, prandaj po interesohemi te ju se ne shohim aty në televizor që ju keni zgjidhur shumë probleme në këtë lloj mënyre dhe në kurritona se punë jo dhe gjithë kemi informacionet e duhura, se ajo ka nuk po diskutojmë për shembull që më jemi numër telefoni. Po. 068 21 një sekond. 68 21 61 Po. 826. Pra ti ke pyetur te instituti i të përndjekurve apo jo? More kemi pyetur te instituti i përndjekurve, kemi bërë kërkesë gjitha gjërat dhe Ministrisë Brendshme, nuk jemi neve na dava na fillimi i vitit 2025 edhe këtë nuk jemi neve në dispozicion të shkonit të DPA-ja, pastaj ne i kemi kërkuar këto në certifikatën familjare themeltare edhe gjyqja e zonës time figuron aty brenda, jatë gjitha gjërat e instituti nuk ashtu. Kurse instituti i sigurimeve të Fier na ka thënë vetëm kaq, që po të merrni këtë siguracion me informacion na ose këtë dokument që duket nga instituti i përndjekurve politik, nuk ka nevojë as për gjyqje as për gjë. E kuptova. Okej. Do interesohemi. Faleminderit. Faleminderit për telefonin. Presim telefonues tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Unë jam një pensioniste. Po. Dhe kam bërë një kërkesë për rishqyrtim pensionin e Albania. Po. Por kam dalë në vitin 2018 pension. Dhe kërkoj vitet në Korçë, kërkoj se nuk e dija që kisha pension të pjesëm, se nuk më thanë. Kur u bën do shtesa tani, tani mora vesh isha pension i pjesëm. Dhe kam ca vite në Korçë që nuk i kam marrë, në vitin 74 deri në 79. Po. Me sa vite jeni ju? Refuzim thoshte e Albania. Si thoshte? Refuzim. Për çfarë kërkesa? Është refuzuar kërkesa me fjalë që bëra unë. Për rishqyrtimin e pensionit. Okay. Po mi do thotë që është llogaritur sakt pastaj nëse është refuzuar. Urdhë? Nëse është refuzuar do thotë që pensioni aktual që ke është ai që i duhurin, kuptimin që nuk ka gabime në llogaritje. Po kur mora sigurinë shoqërore unë më përpara se bëja kërkesën e rishqyrtimit, se ajo e sigurimeve shoqërore, do ta duhet të bësh një rishqyrtim ke e Albania. Po pra. Dhe nëse të është kthyer që është refuzuar, do thotë që është llogaritur gabim, është llogaritur saktë e gjitha. Po 34 vite, mua më duheshin 36 vite se sa muaj më thamë ajo. Po pra, po nuk i plotson o zonjë edhe një herë, me sa vite ke dalë në pension? Me 34 vite e 6 muaj. Me 34 vite e 6 muaj. Po duheshin 36 vite e 6 muaj. Po për çfarë po e bën kërkesën për rishqyrtim pensioni tani? Po e bëj kërkesën që të më plotësojnë ato vite. Po me çfarë do të plotësohen ato vite? Se i kam në Korçë këto vite unë edhe nuk i kam marrë. O zonjë edhe një herë, këto vite që ke pasur në Korçë, ku ke punuar dhe që s'ti janë llogaritur sipas asaj që u keni bërë? Kam punuar
punuar në kooperativë. Po, nuk të njihen sot ato. Ti janë marrëdhënie pensioni, sot të njihen vetëm me gjyq ato. Ligji i ri, ti ndoshta ke bërë kërkesë për të njohur me ligjin e ri apo jo, me sa po kuptoj. Po. Jo, nuk njihen me ligjin e ri, sepse ligji i ri njeh të gjithë ata të cilët dalin pension pas miratimit të ligjit. Ndërsa rasti juaj zgjidhet me gjykat, nëse do që ti futesh me gjykat. Pra nuk je subjekti përfitimit nga ligji i ri, sepse ke dalë përpara miratimit të ligjit, më kupton? Më fal, po a më intereson të kërkoj këtë pastaj bëni ju llogarim, kupton e tash, domethënë shpenzimet e gjyqit sa do përfitosh, si do pra kanë çik siklet dhe kjo. Është vetëm me gjyq, ë? Po. Jo, me ligj jo, e nderuar, jo. Për fat keq, dakord? Faleminderit juve, publicitet vin pas pak në pjesën e tretë programit, mos u largoni. Ne kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Na ka pritur ndokush? Ë? Okej. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Po pse e mbyllë? Ai. Një zë fëmijë. Alo, Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Më fal për shqetësimin, po nuk më mbajtë shënim atë emrin e zonjës që ta kërkosh aty te instituti. Po prandaj nuk të mbajta shënim se thashtë të marrin telefon pas emisionit apo jo. Mirë, faleminderit. Mos ma thuash kështu në publik. Faleminderit. S'ka problem për neve bosta. Të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Faleminderit. Asgjë. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam unë aja zoja që bëna dita të numrin 5, sa që mund, për atë lekët e pata lekët të Urdhë? Për kë? Që të mora të pata lekët që të më dhanë ato lekët të vdekjes, ashtë burit. 572 fulla ka numrin? 572? Pa. Kur e ke bërë kërkesën? E kam bërë javën që kaloi. Po pra, sa i ke bërë herët. Kështu që do të presu sepse do të vi. Mirë, falë. Je brenda. Urdhë? Do vjeke telefoni? Jo, je brenda afatit e dashur. Kupton? Jo, sepse unë mora më dhanë vetëm 50.000 lekë, prandaj tash. A të dhanë 50? Mora vetëm 50.000 lekë, thashë ajo është një që ta jep. Jo, s'u ka lidhje, do marrësh tjetrin e nderuar. Nuk është aq pagesa, është më shumë. Po unë këtë nuk diku do marrë këtë tjetrin. Thjesht do presim edhe pak, dakord? Se ndoshta merrte pagesa e prillit. Faleminderit. Nëse jo, pastaj domethënë ti jetë 572-shi, kemi folur ne bashk. Po pra. Një sekond. Mos u largoj një moment. Jo, s'largoj mos se jo për atë, se tash pra unë kam harxuar milionat për ta shpëtuar jetën atij. Ska lidhje më, po jo është Tafani apo jo? Po, mbi emri. Po. Dakor, faleminderit. Faleminderit ti. Shkojmë tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj dashur. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Respekte. Faleminderit. Që kam një kërkesë. Kam një dajnë tim në gjyqan të Fierit. Po. Patosit, të asaj Roskovecit. Po. I ka rënë shtëpit në 2019. Çfarë i kanë bërë? I kanë dhënë apo i kanë rënë? I ranë shtëpit nga Tërmeti. Po. Ajo kryetari bashkisë të Roskovecit nuk i ka dhënë asnjë përgjigje. Ai rinte në kasollën e Lopës. Tani i ka lënë në nipi shtëpin, por asnjë përgjigje nga kryetari bashkisë. Përgjigje për çfarë zonjë? Majlinda, po që t'i japin në një strehim, një gjë. Shiko. Asnjë diçka e vogël nuk i është dhënë. Po mirë, a ka aplikuar për këto politikat e strehimit? E ka bërë i vajtën 3-4 herë aty, në 2023 i vajtën edhe firmosi ta dokumenta ai, tek bashkia e asaj e gënjyen, morën votimet edhe nuk i kanë kthyer asnjë përgjigje. Ku do fillonte ajo kryetari bashkisë të bënte këto. Edhe njëherë, ka aplikuar zyrtarisht atje apo thjesht ka shkuar dhe i ka thënë që më ka rënë shtëpia? Jo, vajtën këta kur ra Tërmeti në 2019.
I dhanë shkresën, i thash ko regjistrohu në bashkisa, se nuk ashtu dhe largohu nga shtëpia. U larguan shkretën, ndajtën në një kasole të lopëve atje, rregulluan, ka dhënë krevatin dopi, o flen atje. Jam pleq ata. Po mirë, Edhe tani asnjë përgjigje tjetër. Pra personat atje jetojnë dy pleq, vetëm? Vetëm dy pleq. Pas 3 myrtaj, me gjithë të shoqe. Pra pasin mbështetje pa fëmijë, pa afare? Fëmijët janë në Terezinë e tyre, i madhi është në Greqi, i vogli është me gruan në Durrës. Terezinë e tyre. Edhe kështu që me pensionet e tyre të shkretët. Dhe janë pa shtëpi, shtëpia është jashtë përdorimit, apo jo? Jashtë përdorimit. Në 2023, kur do fillonin ato të bashkisht, zonja Majlinda Bufi i tha këtyre që të firmosni ca dokumenta gjoja. Vajti plaku i shkreti, firmosi dokumentat, asnjë përgjigje përse i firmosi ato dokumentat. Asnjë përgjigje, edhe deri më sot asnjë përgjigje nuk i ka dhënë. Ai jeton të pori tani, ka bërë nipi gruas një par shtëpi aty dhe ka ikur në Greqi. Kur të fjohet e të martohet, ai do vinë të nxjerrin për jashtë këta. Nxjerrin për jashtë. Po, në ngjeçan të tjerë. Na jepi numër telefoni. Urdhë? Na jepi numër telefoni, them. Ja këtë numër që kam këtu. Ma thuaj. Ma jep dot? Shiko, ta mbyllë dhe ta shkruaj aty, unë nuk e di, ja 1 minutë. Okej, mirë, ashtu bëje. Falenderoj. Shkoj në telefonat tjetër, një mëngjesi. Alo? Përmëgjesi. Po. Ta shtë unë du të bëj pyetje, a mundi të dirë se ku janë të dosjet e të përtjekmërë? Të institutit për ndjekur? Për kjo është të nejtë, kam ra më halë me gjetë së zdi që ku janë me dekë. Të institutit për ndjekur? Të i të bëvë zote marë. Ku janë dosjet, se isha dosje, prej dosje më ka ngellë që dhe pa marë, që dhe është daja i gruas, dhe në për përshkatim. Daja i gruas? Po, e s'ka kush më intereso, nëna në ka gjallë, po ka met. E kuptova. Është në Shkodra. Si mund t'ja gjeja të dosje? Të instituti? Të mundot, se ti një Klodi, a i Ardit Qebreja 2, i në yllët e botës. Po, të instituti ishtë për ndjekur, zotëri. Po, nuk të takon ty të ndjekësh të gjë. Si mund t'a gjeja, unë qarë veni ashtë? Të instituti të për ndjekur e politikë. Institut, e ku nëllët që kjo zonë, qarë veni ashtë, si ven? Në Tiranë. Në Tiranë. E di mërë Tiranën, po flasë si zonë, ke institutja, ku ato qarë veni ashtë si zonë, se unë jam mërditore, Ska që, me qëfar vjendi ka mirdita në Tiranë, për shembull po të vjesh? Jo, zote Gjovish, më autobuzat, ke terminali më autobuzat tjerë, po ku do zbres, ke banga, ku do zbres... Marrësh një taksi dhe do i thuash do më qoshte institutit për ndjekurve, dhe të qona i deri te dera. Po, zote me, jetë gjatë. Faleminderit. E kalosh me. Presim tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Sigur që s'është fare ashtu. Po, urdhë. Një të afërmin tim ka dalë pension, ka plotësuar moshën për pension pa 2 vjetësh, sigurisht ka bërë kërkesë dhe në institutit. Dhe një herë, dëgjosh me goxha ndërprerje, zotëri. Dhe një herë të lutem. Një afërmja ime ka mbushur moshën për pension para 2 vitesh. Po. Dhe bëm edhe gjyqin për vitet që i kishe nën moshë dhe i fituan me gjykatë. Po. Dhe i pension ka 10 muaj, por gjërë në 1991 në shtatin 91 sot, 14 vjetë e 5 muaj, ndërsa vitet e tjera, sot ndërmarja në shkresa sot këshu. Ko e punës që morë dhe në vitin i shtatin 91, sepse në basë të shkresës, le që kam përgabin 6413 datë 30/6/2026, ku sjaron VKM 357. Po qa po thua tani një sekund, o zotëri? Urdo. Prit mo, duro. Ku është gabim, mos mi thua tani me data me VKM, se këto nuk kanë interes për problemin që ke. Ku qëndron tani, nuk të llogaritet një periudhë të caktuar apo çfarë? Jo, nuk është ndërmarrje bujqësore për ne sot, nuk njihet më sot. Okej. Ç'ne nuk njihet, ka dalë VKM-ja, nuk njihet
punon. Cila VKM ka dalë? Cila VKM ka dalë? VKM numër 357 datë 25/6/2025. Po kur e ka plotësuar, një sekond për i dashur për të lutem mos u nxito. Mos u nxito se kemi kohë boll, domethënë. Në rregull. Kemi kohë boll. VKM-ja për të cilën thua ti, po, ka dalë pasi zonja e ka plotësuar moshën apo jo? Po, pasi. Që do të thotë problemet e atyre viteve nuk i zgjidh ky ligj nëse ka plotësuar moshën përpara miratimit të ligjit. Ligji është nga momenti i miratimit dhe mbrapa. Po kupton? Kështu që zonja nëse ka probleme me ato vite nuk i zgjidh dot me këtë ligj, po i zgjidh vetëm me gjyq. Dhe kushdo tjetër, sepse ligji i cili ti referohesh aktualisht funksionon. Por funksionon për ata që dalin pension nga momenti i miratimit të ligjit. Jo përpara ligjit, por pas ligjit. Më kupton? Po, kjo ka 2 vjet para, ka në 2024. Edhe një herë po them pas, more, është për ata që dalin pas ligjit. Po kjo që ka dalë para. Me gjyq nëse ka probleme në ato vite. Po gjyqin për moshën që kishë në moshë e bëri gjyqin e fitoi. Ndërsa tani nuk njihet ndërmarrje bujqësore sot. Si nuk njihet ndërmarrje? Nuk e kuptoj. Kjo ndërmarrje bujqësore ka qenë që na krijimi. Gjyqin për çfarë bëri? Për cilën sektor? Për periudhën që ishte nën moshën e këtë sektor, se këtu i ka të gjitha vitet e punës. Po, nga mosha 14 deri kur? Nga mosha 14 deri në 18 i fitoi 4. Po nga mosha 18 deri sa ka punuar? Deri në vitin 93 ka punuar po në këtë ndërmarrje. Por i njëfen gjenë në vitin 91 në i shtati... Po pse se bëri për të gjithë periudhën ajo? Për gjithë periudhën e kemi bërë kërkesën. Gjyqin, jo kërkesën. Po gjyqi u bë vetëm për ato vitin se këto dirin që kishim i çuam dokumentat. I kish librezat gjitha. Ku jeton zonja? Në Piskov, në sektorin Piskov të Përmetit. Që ka qenë ndërmarrje bujqësore gjithkohën. Shokët e saj dualen për këtë që nga veça nuk u njoh ka ndërmarrja. Vetëm me gjykatin e ruar. Vetëm me gjykatin dashur. Nuk ka rrugë tjetër. Po e bëre, po se ke bërë për të gjithën periudhë. E ke bërë për 14 deri në 18. Më kupton? Duhej bërë për të gjithën ajo, sepse para se të shkoje në gjyq, dhe unë nuk e kuptoj se si është bërë gjyqi, domethënë, pjesërisht, se para se të shkosh në gjyq për një çështje të caktuar, ti duhet të kesh përfunduar të gjithë kontrollin e viteve të punës. Se s'mund të shkosh në gjyq e thua unë do bëj nga kjo moshë deri në këtë moshë, pra duke marrë mirë qenë që pjesën tjetër e ke, se ja si të del tani. Pra nuk bëhet gjyqi pastaj kërkesa për vitet, por bëhet kërkesa për vitet, për të parë se cilat mungojnë dhe pastaj shkohet në gjyq për ato vite që nuk gjenden. Pra është bërë pak keq në fillim kjo gjë, dhe nuk e di pse është bërë kështu. Më kupton? Pra s'mund të shkosh në gjyq pa e ditur se sa vite ke dhe pa ditur sa vite nuk ke. Pra në fillim bëhet kërkesa për vitet, nëse janë të sakta apo jo, pastaj tani do të rrosh të bësh gjyq tjetër për atë, se s'ke rrugë të dytë. Një qartë. Për aq, nëse ja vlen, po, nëse s'ja vlen pastaj. Lena për 14 muaj njihen. Tani nderuar, po prap të njëjtën përgjigje do them. Më kuptoni dashur. Jo se e them unë, po ashtu është. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi. Para 2 javë kemi marrë në telefon ato letrat e legalizimit. Edhe na thënë, domethënë më dërgoni ato deklarime. Cili rast është? Kemi dërguar. Cili rast, lutem? Rasti në Durrës rimne. Ku mi ke dërguar? Edhe në Messenger edhe në WhatsApp, po më duket Messenger se në WhatsApp. Në Messenger me çfarë emrin? Kush mi ka nisur? Me numrin 093. Po në Messenger apo në WhatsApp tani zonjë? Edhe në Messenger edhe në WhatsApp. Lukan Goleni. Ta gjej tani se ku janë. WhatsApp me 093 nuk kam, po me emër në Messenger që më theme cila adres ma ke nisur. Luka Goleni. Nga cila adres? Nga jotja? Po. Si është emri? Lukan Goleni. Lukan apo Lukan? Luka Goleni. Luka.
Jo, Unë të dërgoj nga telefoni imi. Nuk e gjej dot. Ku ma ke nisur? Ma thuaj ku ma ke nisur. Liliana Golemi. Si? Liliana Golemi, se më duket i kam dërguar të emri. Liliana Golemi. Se di ku mi ke nisur pra. Për çfarë ke aplikuar ti thonë? Për legalizim. Në emër të Lukan, po. Lukan Lazar Golemi. Po. Shiko pak. Ti më ke nisur një vetë deklarim për legalizim dhe ndërkohë ti certifikatën e ke marrë. Çfarë po kërkon më? Është e tokës ajo, nuk është e shtëpisë. A, kjo është e tokës? Po, është edhe aplikime. Kjo është për shtëpinë kjo tjetra? Po. Dhe s'ke marrë si përgjigje për këtë? Unë tani po e shoh, me thënë drejtë, unë tani po e shoh si mesazh, sepse ka ardhur mesazhet e fshehura. Po, pra. Më kupton? Sot e nesër, jo do i meni tani, jo do i meni pastaj, jo da bashkë me vlla i pagoj, se do në t'i shi, se i shkreti edhe i mori. Të mijat, do t'i japim, do t'i nxjerrim, nuk. E kuptova. Unë tani po lexoj si mesazh, sepse ka ardhur mesazhet e fshehura, dhe po të shkruaj tani, sa po të mbaroj emisionin do ta përcjell, dakor? Në rregull, shumë faleminderit. Mirë, faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Me Klodi flas. Klodi jam. Kam një pyetje unë për këta që majnë kënd për të veber, kanë shtesë? Po, nga paguani, nga sigurimet apo nga? Nga sigurimet. Po sa ke pensionin? Unë marr 170.000 lekë. Sa? 170.000. Po, si invalid, po, e merë. Po si ka mos që unë janar s'ko marrë shtesë. Mos është bërë gabim, ku jetoni? Unë jetë të Libresht. E sigur që paguash nga sigurimet? Po. Si e ke emrin? Kamil Shehu. Shehu? Po. Po babaj? Sul. Ke shkuar të sigurimet? Kom shkuar e nuk të kanë. Pse? Po gjunë shumë thonë. Po jo pra jo. Shkove të sigurimet të lanë të futesh dhe nuk e more përgjigjen deri në fund sepse s'të takon. Jo, shkova që rrimë në Libresht, thot nuk ka regjë dhe për ju. Po gjunë të ne. Nesa, do pyes unë atëre. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Se kalove, mirë? Mirë si e. Mirë. Jo, o do të regoj një histori të veçantë, nuk e di, po, që më ka ndodhur me datë 25/3/2006, e ka një sletën ata. Këmë përbarimin Durrës. Po? Lako im ka thonë, ka ndru jetë me një shkurt të 2025-ës. Dhe këto 2009-ën thot që ka pas një, ose dhja, ka pas një gjob, 68.000 lekë të vjetra, dhe ose dhja fara, ku do? Edhe në pjemë më dalë se jashtë posta këtu, njësi administrative, pekët letrën, duke qenë djali, si ka 3 pa, mu më njopin ato dhe, shofët ju një, edhe thot që mos ekzekutimi kësaj, bot me gjop, me 5.000 lekë gjop, ndjeke penale gjona, kur plaku im i kam për të gjitha gjëra me funeral. Me gjithë, me komplet i kam që registrimin, që që sakt, mbjet kjo letra mu, kjo është për të habit, nuk e di. Edhe, shkova të zyrë përparimet. Po, çfarë të kërkohet, do më thënë, çfarë pretendohet për? Pretendohet që, jo, shkova fola me atë, po të njoftoj ty si qa po nëllë me këtë vend. A e sjarove? Pa e sjarova, po, u që ditë dhe ajo, kur i thashë më ti znoj, u kam po rishim gjëra gjithë komplet, ti nuk e kupton këtë dot. A kupton që pa bëhet, për këtë mora, vetëm për këtë. Okej, jo, më vjen mirë që e ke sjaruar. Ja, sjarova se kjo është kjo po habi vite 2 muaj i ndjeri, e kërkojnë të shih se kusin prane, kë ishte çudi. Ja, ta them këtë më bet, po mos ndodhesh unë këtu, ço do vojte. E kuptoj, ndodhi në rast të tilla, thash, mirë që e ke sqaruar. Faleminderit. Për telefonatën para se të shkojmë tjetër, flasim edhe një herë për pensionet private. Është domosdoshmëri, aplikojeni sepse nuk humbisni edhe në rast se ju thoni që po unë do kem pensionin.
Shtetëror, po, dakord. Në rregull është edhe ajo, por duke ditur skemën, mënyrën se si funksionon, pra që ka një mos përputhje me kontributin të atë që marrin pensionistët sot, jo pa të drejtë ankohen shumica për tyre që kanë pensione të ulta, për shkak të mënyrës se si ka funksionuar skema deri më sot. Ndaj, për të mos e lënë në dorë të fatit atë pjesën financiare të ardhmes tonë, duhet ta ndërtojmë vetë sot. Dhe si ndërtohet kjo? Duke kontribuar për veten tonë, duke investuar ose duke kursyer para tona, apo më mirë akoma duke i mbrojtur para tona. Sepse çfarë bën nëse ty në fund muajit të tepron një 50 euro, 100 euro, po flas kështu për ta kuptuar, dhe e ke prapë në llogarinë tënde bankare, por këtë herë në fondin e pensioneve private, pra një llogari specifike për pension privat, sërish jotja është ajo e kursyer, por thjesht ti së pari e mbron paran, pra nuk e mban në portofol, nuk e mban në shtëpi, që mund bjerë në një zjarë, mund të ketë në një përmbytje larg qof, por janë gjëra dhe situata të cilat duhet i paraprim dhe ndodhin. Pra ti e mbron paran tënde dhe çdo muaj kontribuon po kaq sa ke kontribuar muajin e parë. Dhe nëse këtë gjë e bën për vite me radhë, paratë tua punojnë duke u shtuar. Pra ti punon, paguan kontribute të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore në shtet, investon dhe në fondin privat për veten tënde dhe ke dy punë, njërën të drejtë për drejtë që punon dhe tjetra pastaj e parave që kursen në fondin Sigal me këtij vjetor për 4.6%. Nëse në një moment të caktuar të jetës të bie një shpenzim i papërballueshëm për momentin, ti e ke aty fondin dhe e merr të gjithën. Mund të rifutesh prapë sa herë dhe kur të duash. Në moshë pensioni akoma dhe më mirë, ke pension dinjitos, ke pension të kënaqshëm, nuk është nevoja të t'i biesh në qafë askujt dhe nuk është nevoja që të kursesh për asgjë në atë moshë. Është i trashëgueshëm, nuk humbet kurrë, në çdo rast, qoftë edhe familjarët e marrin të plot pagesën që ka qenë për të marrë në rast edhe ai që ka kontribuar apo investuar për veten e vet ka ndruar jetë për arsye të ndryshme, pensioni është i trashëgueshëm. Ti nuk paguan për të tret taksa apo tatime të këtij lloji dhe fondi është totalisht i dedikuar vetëm për ty dhe merr bashkë me interesat vjetore që janë më të larta se sa edhe vetë institucionet e drejtë për drejta financiare. Siguria më shumë se sa përqindja maksimale, vendoset një shifër që maksimalja është 1000%, 1001% është siguria, se është tjetër gjë kjo, tani nuk ka më ato përvoja që ndoshta mund t'i kenë kaluar brezi i mëparshëm, ndaj siguria është maksimale, besueshmëria po ashtu sepse bëhet fjalë për Sigal prandaj. Faleminderit. Kemi kohë për tjetër telefonat, publicitet vin pas pak. Jemi në pjesën e 4 të programit në 8:30. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Besodi. Urdhroni. Si të kam e herë? Mirë. Unë jam i qytetarit, ka marrë 2 herë tjera, po në momentin kam përsi përgjigje nga hipoteka me fjalë, për atë ka votin për dërim, që nesër pas nesër bëj 6 muaj me dalën 2. Edhe shkesa këty të kam nisë, të e ke pa. Ku ma ke nisë? Ma nisë, të ka nisë kota me Brisilda, dhe të the po the e gjeta, edhe s'pa marrë një përgjigje. Ku ma ka nisë? Ku di më këtë telefoni të ke bajmë dhe si kush ka dhe i muaj që këmë thonë. Po the e gjeta, si ka me kotën pyta dhe e gjeta. Nuk e di më nëjë si qa nume të ka nisë. Ka jo, qa quët. Po pra më thua ku që ta shosë? Po ja, jemi të Brisilda aty. Si? Brisilda ka kota, Brizi, Brisilda. Kush? Brisilda kush? Brisilda kush? Brisilda Karaja ka 2 emra, në Karaj me të imin. Po tjetëri? Ka myrta me emin. Po të ketë emin tim do, me emin tim. Ka të ke shpia vete ka Karaja, po myrta ka ke imin, nuk e dines. Brisilda ti e letova e dines. E letova pra po s'po e gjej tani, si? Se dhe mund të ketë dalë. Nuk e dalë. Se ku ma ka nisur? Po qa kjeti ke kush telefon të shumë këtohet? Ku t'ju? Ma thuj ke... Unë ta fasha ditë të ty the po gjeta the, mbidës një në telefon të e gjeta. Po ta ku në Instagram, në Facebook? Duhet se Facebook. Ti e ganiu? Brava. Pra, o gani? Se... I Albanian e ke parë në njërë, apo? Se shikon fare? Po e kina parë. Kur?
Si se kam pak të ditë zonaj, me thonë drejtën. Nuk e kam pak të ditë, që thash, të gjohë, pesë mu, jeti. Pra ti aplikimi ke bërë në 2 tetor. Bravo, e shikë se gjere. Habi Albina se ke aty përgjigjen. Ka dalë të di? Po, jo them unë, ma kanë thënë mua. Gjo. Hapë, ha. Tirana të kom thonë që nuk del për kategorie. Do të marroj ajo, do të marrë telefon prapë. Tirana nuk, çfarë? Nuk del për kategorie. Po që të ma thuash kështu duhet që unë të kem thënë del. Ja, nuk ka se ke thonë del. A pra. Ishe do, ja, s'ke thonë del, mja kjede si. Ja, po nuk e, jam I kujdesëm në fjallimo. Jo ti e kujdesëm, pa ja kujdesëm ata që na kuptojnë mos te. Po qarë, shumë I sashtë. Shiko, pa, janë ca ekipe me traditë, si që është Tirana, Partizani, Dinamo, Vllaznia, pa të cilat kampionati nuk besoj se do ketë kuptim. E vërtetë. Jo, është po. Pa hequr rëndësinë e skuadrave tjera, Elbasani, po ashtu Ignatia, kupton? Po them këto që janë me tituj në super. Tash unë të do fort në kampionatin e kam 67 vjet jesh. 65 kam qenë stadium Tirana, Partizani, Dinamo. Po 3 nesër për ka 30 minuta, e mori Partizani edhe të klub. Edhe tash ka qenë naftëtare që devi stadium. Ka qenë një zgurë, e mori Partizani, mëse na I në rritë të bëjë gola në. Ka qenë dhe flamurtari. Po, flamurtari. A I ki me telefonuës tjetër? Flamurtari kipi madrë burë, që a thoti vetë më kohë, ka bo kusha me bërë gratin, nuk e di, o kam pim vikin e gjysha kjetë, dite e bo tapë shka vretë të tjetë. Mire bërë, mos pi morë, se së të bënë mirë. Ti e shpirë gjithë të mira, telefonata për mëgjese. Alo? Kemi? Flisni ju lutem. Shlarguar. Presim tjetër, mirë mëgjes. Alo? Alo? Po, u leni zonin televizor, ju lutem zoni. Po, pa tjetër. Muaj me të mbarë njerë. Falinderit. Ju kam marrë para një muaj gjysëm gati për punën e pensionit tim. Po? Se nuk kam marrë atë shtesën. E kam 173.000 edhe pa shtesat. Kur keni dalë në pension, ju zoj? Po, unë kam 12 vjetë që kam dalë. 12 vjetë, në vitin 2000 si bje, 12 apo jo? A nuk e mbaj mëndë, se më drejtë. Do të ambash më? Tani jam 72 vjeqe. Nuk e mbarë më kur ke dalë? E kam pension familjar. Pension familjar dhe sa leke ke? 173.000. Atere, një sekundë. 170. Shiko zonjë. 170. Pensioni familjar. Po. Do më thënë, ma logarit bashkë me gjdo kompensim dhe shtesë që merë? Jo, pa kompensime. Jo, me gjitha të, sa të shkonë? 210. E pra, nuk e përfitone, dashur. Sepse pension... Unë vajta të këto që japin pensionit, se unë e marrë në shpi. Ja të shpjegoj. Po duhet vesh të sigurimet. Jo, dashur. Ja, një sekund të shpjegoj. Në rrasë e pension... Ja të shpjegoj, pra dashur. Në rrasë e pensionin bruto, bashkë me shtesa, se këtëherë çfarë është bërë, këtëherë janë përfshirë dhe shtesat që marrin njerëzit, pensionistët pra. Çfarë do lloj kategorie? Po pra tani e kanë bërë me këtë vendimin e ri. Sepse te indeksimi për shembull nuk është kjo. Hiqet kompensimet kur bën indeksimet. Ndërsa te kjo shtesa, nëse ty e gjithë pagesa mujore që merr të kalon 180.000 lekë të vjetra. Bravo. Nuk e përfiton sepse pensioni familjar do shkojë deri në 180.000 lekë të vjetra. Kush e ka më shumë ose kaq, nuk e merr. Kush e ka më pak se sa 180, do përfitoj. Kush e ka 179, do ka marrë 1.000 lekë të vjetra. Nëse ti e ke me gjithë shtesat, po llogaritën dhe shtesat e dashur. Këtë herë. Unë kam të 210. Po 210 nuk e përfiton sepse 210 është më shumë se sa 180. E po se radhën e parë më thatë që e fiton prit marsin, prita marsin. Bravo, sepse më nuk ma ke thënë 210. Më ke thënë 170. E pra, po jo, ti ke thënë vetëm kaq dhe nuk e ke përmendur shtesën dhe këtë, prandaj të pyetë tani, sepse nëse do Po më tani, okay, po e marrun përsi për fajin, pra tjerë, nuk të takon shpirt, nuk të takon, por unë të kam thënë do e marrësh shkurtin dhe marsin, duke marrë të mirë qënë, se e ke 170 e pak. Dhe të gjitha ta që e kanë pension familjar dhe e kanë nën 180, e përfitojnë. Të tjerët pasaj, si rasti juaj që përfshien edhe shtesat, në llogaritjen e pagesës së plot, nuk e kanë përfituar. Shumë
Faleminderit. Mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Po. Klodi. Urdhëro. Kemi folur një 2-3 herë bashkë për këto të përshkatuarit e 23-shit dhe me ke thonë që të t'japi përgjigje që para vitit të ri, mas vitit të ri kaloi kjo prapë. Po, më thuaj rastin të lutem. Mos është, Më thuaj rastin që s'keni marrë akoma kompensim. Unë s'kam morë fare, për këtë që kam morë një kishë të pare, që kam morë atë që letër me dhirë, që Po pse ke lënë kaq vite pas dore? Nuk o takon këtina akoma, nuk kemi filluar me këto akoma. Janë të ati vitit, tani po e shok të në mesazh. Jo, i nderuar, akoma nuk është hapur ajo periudhë. Ta marrë shëtë keqen, Të kërkoj ndjesë, tani po e kontrolloja, kur kemi folur edhe jo, akoma nuk është... Nuk është hapur këto. Jo, i dashur. I ka përshëtuar vetë, koha e falizem e kësaj kohë. E di. Duroj gjithë mirat. Faleminderit dhe juve. Jemi në rreth 10 minutat e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Si e mira? Mirë si e? Jam një nene, dua të pyes, jam një 7 vite, kam djalin të sëmurë me koronare, edhe të pyes, përshën pas vdekjes time, mund t'ja leja të pension djalit? Jo, pensioni nuk trashëgohet, zoj. Nuk mundena, se nuk ka skem pas... Jo. Nuk ka punuar, ka qeni shumë i sëmura. Çfarë moshe ka djali? Djali është 27 vit. E ka të pamundur që të punoj dhe sot? E ka të pamundur, e ka nga doktori që nuk duhet punoj. Po atëherë të aplikoj për ndonjë kemp, të paktën nga bashkia? Aplikone ka i por drejt me thënë duhet lek t'japis, me stil. Po jo, mos e paragjykoni, zonjë. Ju aplikoni një herë se pastaj thoni që më kanë kërkuar lek ose duen lek, po jo pa aplikuar. Më kupton, zonjë? Do me thënë kjo nuk bëhet. Jo, sepse pensioni nuk trashëgohet. Pensioni privat po, në sigal trashëgohet, kurse pensioni shtetëror jo. Faleminderit edhe juve dashur për telefonatën. Ja pra një tjetër element, me qënë se na e kujtoi zonja. Pra se mund t'jemi edhe në këto raste, kur ke fëmijë të pamundur për të punuar për shkaqe nga më të ndryshme, ke një llogari në pensionin privat, dhe ja lë dhe djalit dhe vajzës, pra fëmijës tonë. S'na kishte shkuar mendja. Alo, përshëndetje. Kam bërë një kërkesë për një deptesë shkollës të djeçare, edhe së më ka dalë veç klasa e parë dhe klasa e dytë. Prefektura e Kukësit, 73-74. Si ka mundësi sa e ndërhurë në tonë, ke pa bërë të gjithë shkollë. Po pra. Po varet nuk janë më në atë institucion, mos janë arkivat, çfarë të kanë thënë? Po veç ma kanë kësy diftesën e klasë parë e dytë, veç kaq. Po ty të duan dhe të tjerat, një Albania i ke kontroluar? Po jo, po se kam një Albania, pare. Po duhet të hapësh një Albania dhe shikoj gjëja. Kam me bë kërkesa që jam shku kom bë kërkesën, e kam çuar, edhe më kanë këthy vetëm klasën e parë e dytë. Po pra, po do të shko te drejtoria arsimore, e dashur, nëse nuk janë aty. Ke shkuar te drejtoria arsimore? Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Jam një pensioniste nga Durrësi. Edhe kam dalë pension me 21 vite punë. Po? Ma një pension, më ka dalë me 111 fillimisht. Është shtuar kjo shtesa një 4.000 lekëshe, edhe 8.000 lekë janë shtuar në janar. Shtesat tjera s'na janë dhënë në shkurti, martit s'na janë dhënë. Po jo, janë dhënë, po aq është ajo. E nderuar, sa ke marrë 8.000 lekë në janar? Në janar. 8.000 lekë që nuk të është hequr në shkurt apo jo? Jo, nuk më kanë dhënë. Një sekond, stop. Vetëm janarin. Do më lësh të ta shpjegoj apo jo se
Ka ndodhur keq kuptime, nuk e di pse. Sa e kishe pensionin në dhjetore, dashur? Në dhjetor në kisha 114. Në janar sa t'u bë? 122. Në shkurt? Në shkurt, prap kjo shumë, 122 ka marrë. Në mars? Dhe mars 122. Aq është pensioni, dashur. Deri në dhjetor, pra nuk hiqet 8.000 lekë. Nuk shtohet 16, 24, 32 çdo muaj, por... Jo, në ma nuk më shtuar 8.000 lekë ma, vetëm muaj një janar më shtuar. Ashtu funksionon për të gjithë, Zoj, nuk ka shtesë. Nuk është muaj për muaj. Por nuk është muaj për muaj, pra është. 8.000 lekë nuk hiqet, edhe njëre, dashur. Nuk më kanë dhënë pra shtesën, vetëm muaj një janar më kanë dhënë 8.000 lekë shtesë. Po mos ta kishin dhënë shtesën në shkurt, do kishe marrë 214 prapë. Më kupton? Është njësoj si bonusi i fund viti për shumë. More bonus ti sa more? 150? Po. Në dhjetor. Në janar të hoq ky bonusi apo jo? Po hoq pra. Sepse jepet vetëm një herë, ndërsa ky 8.000 lekë jepet në janar dhe nuk hiqet, qëndron aq. Nuk e marr pra, nuk e marr për këtë të... E more, zonjë, e ke marr. Fakti që ke marr 222.000 lekë do thotë që e ke marr 8.000 lekë, sepse në të kundër nëse s'do e kishe... Nuk marr 220.000 lekë, unë marrin 122.000 lekë me gjithë këtë 8.000 lekë në janar. 122, po pra se mendova 222. Fakti që e ke marr 122.000 lekë dhe në mars, dhe në shkurt dhe në mars, do thotë që e ke marr... O, zoti ma. Shkurtin dhe marsin nuk e ka marr. Sa lekë more pension në mars? 122 sa që mëra një janar, pra që bëjë shtesat e Po në shkurt? Ajo vazhdoni, 122. Po mos e kishe marrë, do kishe marrë 114 zonjë në shkurt dhe në mars. Fakti që ke marrë 122, 8.000 lekë është aty brenda. Po s'ma japim pra, nuk ma japim. Po zonjë e ke marrë tani se më çudite. Po jo se çudita, po bëj çudite, është shtuar vetëm një janar. Po, dhe nuk hiqet, Po e ke marrë pra se janar, nuk shtohet 16 në shkurt, 24 në mars, o zonjë, tani të lutem, kush ta ka thënë këtë? Po pse 16? Po, sa duhet kishe marrë në shkurt, si pas llogaritjes tënde? Po, shtesën që u shtuan 8.000 lekë në janar, dhe në shkurt, do më thënë, ti thua kështu, 8.000 lekë në janar, 16 në shkurt, 24 në mars. Jo. Po. Jo, unë thash 8.000 lekë, se si thanë përfiton me 8.000 lekë shtesën. Po pra ke marrë. 114 që kisha në dhjetor, mora 122. Aq qëndrona, 122 do marrësh deri në dhjetor, zonjë. Jo, nuk i marrë, pra nuk mi kanë futur. O zonjë, 122 do marrësh deri në dhjetor. Po pse? Përse tash njerëzit që marrin për muaj këtë shtesën dhe nëse marrin. O shpirt, nuk e merr askush ashtu siç mendon ti. 8.000 lekë, më dëgjoj pak, më dëgjoj që të qetësohesh. Ordra. 8.000 lekë që ke marrë në janar, nuk hiqet. Pensioni që ke marrë në janar, 122.000 lekë të vjetra, do të jetë 122.000 lekë të vjetra deri në dhjetor. Në janarin tjetër do të shtohet edhe 8.000 lekë të tjera. Po s'na kanë sqaruar këtë, pra. Po kështu është pra, sepse nëse do shtohej, dëgjoj pak e dashur, nëse do shtohej 8.000 lekë çdo muaj, i bie që në fund të vitit të shtohej pensioni 100.000, mirë do ishte super mirë. Po. Do merrej pensioni nga 114, në fund vitit do të bëj 214 ty. Dhe shumë mirë do ishte, por nuk funksionon kështu. 8.000 lekë që merret në janar, ose 10.000 lekë, ose 18.000 lekë në varësi të kategorive, qëndron aq dhe nuk ndryshon deri në dhjetor. Më kupton, pra nuk shtohet 8.000 lekë në janar, 8.000 në shkurt, plus 8.000 në mars, plus 16, plus 24. Më kupton? Mirë, faleminderit. Kështu, faleminderit edhe ty. Shkojmë në telefonat tjetër, mirëmëngjes. Okej, shlarguar, shmërzitur me sa duket. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi. Urdo. Unë mora dhe që parë, po desha me të pyet vetëm për këto. Unë marrë 225.000 lekë. Dhe nuk më shtua fare, se kur mora ato të sigurimeve shoqërore, më thanë që ke pension të pjesshëm, prandaj nuk do të shtuar. Po, nëse ke të pjesshëm dhe mbi 220 nuk të takon dash.
nuk më takon fare. Jo, për fat keq. Sepse pensioni i pjesëm shtohet në atë mas derisa shkon 220.000 lekë të vjetra. Dhe nëse dikush e ka aq apo më shumë, nuk e përfiton. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit ju asgjë të lutem. Faleminderit. Presin tjetër, mëngjesi. Mirë, Klodi. Urdhëroni. Dashi në Italia. Dashi në Italia. Po. Faleminderit shumë për atë për legalizim për certifikate unë e mora. Uroj unë të marë i gazetarë shumë i shkëqyshëm. E more? E mora. Po cili rasti se unë nga zëri si unë bajbond? Rastin me i fjallë të kisha me kadasën e lushnjës, këtë nisi i vajta atëna legalizimin. Po? Edhe e mora me i fjallë para një muaj e certifikatën, po të mora për të urur një gazetarë shumë i shkëqyshëm, për të temë, që i shjeron gjithë njerëzit. Jam shumë i lumtur për ju. Faleminderit shumë. Asgjë fare. Ta gëzoni. Një ditë faleminderit, një ditë marë. Shumë faleminderit dhe juve. Edhe urime për emisionin. Shumë faleminderit, gjithë të mirat. Okej. Njofsh për çdo problem që kam do të telefonoj. Faleminderit shumë. Nuk e ke iden sa i lumtur jam unë kur zgjidhen rastet. Dhe nuk e them thjesht se duhet thënë, por kjo besoj që edhe duket. Jo, unë të një gjithmonë që e sqaron shumë mirë popullin, shumë mirë këtën, që ti je një gazetar njëshme. Faleminderit shumë. Hallet e popullit. Faleminderit shumë, Klodi. Juve faleminderit, jam vërtet i lumtur, ta gëzoni edhe një herë. Kemi kohë për telefonat tjetër? Shpejt, me qenë se është në linjë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Klodi. Po. Po, u lezoni televizorit e disa vonë jemi shpejt të lutem, se s'kemi kohë fare. Më thuaj. Alo? Po, të dëgjoj shumë, vetëm pak shpejt se jemi vonë me kohën. Unë kum bën një kërkesë për kontrat dritash, numrin e telefonit e kum 202 në fund, ka një 4-5 ditë. E mbaj mend, nuk e kemi marrë akoma përgjigje nderuar. Po. Sa po të na viu numrin e kam këtu me 202 në fund. Po. Dhe do t'ju kontaktoj pa merak, dakord? Po mirë, atë presëndinje o... Jo, do presësh telefonatën tonë pasi të na vi përgjigja nga institucioni. Po pëse merrni vetë ju në telefon, a? Pa, ma ke lënë numrin e telefonit. Mirë, pra. Ma ke lënë kot. Faleminderit, i nderuar. Ishte gjithçka për emisionin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët dhe u bë pjesë. Takojmë gjatë ditës lajme dhe nesër në program.